në mbyllje e tij ne kemi një insert, një kronik që është diku rreth 2 minuta e gjysmë që nuk ka të bëjë me temën e sotme, por me konsumatorin për 2 aktivitete të qendrës Alert në kuadër të projektit linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve përmes fuqizimit të organizatave lokale të shoqërisë civile, 2 aktivitete trajnime në kuadër të këtij projekti që financohet nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, delegacioni i BE-s në Shqipëri dhe zbatohet nga qendra Alert në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri. Janë 2 aktivitete në Dibër dhe në Tiranë. Do të shihemi bashkë të premte në ardhshme në 21, mos harroni ritransmetohet Alert çdo të shtunë në 13:30. Deri atëherë mirupafshim. Sesioni i trajnimeve për rritjen e kapaciteteve të organizatave lokale të shoqërisë civile për mbrojtjen e konsumatorit u zhvillua në muajin tetor në 2 qytete, Peshkopi dhe Tiranë, ku mblodhen ekspertë dhe përfaqësues të organizatave lokale. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit Linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në Shqipëri përmes fuqizimit të OSHC-ve lokale, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Qendra Alert në partneritet me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri. Qëllimi i projektit është përfshirja aktive e OSHC-ve në politikbërje, ndërtimi një rrjeti kombëtar për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbështetja e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të institucioneve publike, të shoqërisë civile dhe ekspertë të fushës, të cilët diskutuan mbi legjislacionin në fuqi, detyrimet e institucioneve dhe biznesit, si dhe të drejtat themelore të konsumatorëve, siguria ushqimore, shëndeti, drejta për informacion, ankesat dhe përfaqësimi. Lektoret Ersida Teliti dhe Klotilda Neziri theksuan nevojën për qasje praktike dhe trajtimin e rasteve konkrete të cilësia e shërbimeve telefonike, siguria ushqimore dhe farmaceutike. Organizatat pjesëmarrëse u angazhuan të bashkohen me rritjen e OSHC-ve për mbrojtjen e konsumatorit. Gjatë aktiviteteve u lançua dhe linja e gjelbër 0800 26 26 për raportimin e shkeleve dhe u prezantua rrjeti kombëtar i OSHC-ve për konsumatorin. Në tërësi, ky cikël trajnimesh po kontribuon në ndërtimin e një strukture të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e konsumatorit në Shqipëri. Në 8 tetor aktiviteti u mbajt në Peshkopi, ndërsa trajnimi tjetër mbi mbrojtjen e konsumatorit u zhvillua në 17 tetor në ambientet e Europe House në Tiranë, i organizuar nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri. Gjatë trajnimit u trajtuan disa çështje kyçe si roli dhe bashkëpunimi ndërmjet institucioneve zbatuese si Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe njësitë e qeverisjes vendore. Raste konkrete të ankesave të trajtuara që lidhen me blerjet online, mashtrime tregtare dhe zgjidhje alternative të mosmarrveshjeve. Përmbushja e piketave përmbyllëse në kuadër të procesit të negociatave me BE-n. Përfshirja e aktorëve jo shtetëror në konsultimet publike dhe platformat kombëtare sipas udhëzuesit të përgatitur në kuadër të projektit.